kemi hinë koncert, për që dhe dalim nuk e kemi ditë. I përcjellni edhe artistët e rinj në përgjithësi, përveç ndoshta atij raportit me nxënës, ka ndonjë këngëtar që ndoshta shihni diçka më shumë tek ai apo ajo? Shife, këngëtar në kohën e sotit ka që as shumë sa që s'mundës me thonë për dika që ha. Atë shumë, ku po thomë atë shumë, ti vetëm shife gjatë prezentimive, tash të e shiku një televizion kur përshon një këngëtar po del, ase një hiqë. Mandej, televizionet tjera, ku ta di une, ka shumë këngëtar që bërë përjes nuk i një. I shohë këndojnë kretë. Tash a këndon këngëtari, a këndon rryma, nuk e di, ti shka po del atje. Po, sa është ajo që duhet tjetë, ju mundëni me qenë ata kritikë më të mëdhaj. A ju e keni ndoshta veç hajde, për i marim se është mirë dhe ju me bo përgjigjen gjatë programit, kanë duhet me lëshu, kanë s'duhet, ose me bo një emision veçanti për këngëtarët e kësaj elite, kësaj kohë, që kanë qenë, kanë dhonë madhështi, bëhet më interesant edhe për televizionin, mandej i ndanë këngëtarët më të ri të këngës popullore, për që kanë modernizu apo modifiku pak më ndryshe, mandej shkon të ri i danë me zhonë. Por mos e harroni këto të elitës tonë, se na kemi këndu në konat më të vështira. Në konat më të zikshme që vështirë, kemi hinë koncert, për që dhe dalim nuk e kemi ditë. Kështu e kemi pas. Unë në shkëm alan në peje, kom pas një koncert, unë e kom këndu koncertim, ka prit publiku jashtëzakonisht mirë, për dhe publiku më ka shpëtu. Bashkë në atë ko, i kom pas këngët më të bukra, më të mira, dhe mos kujto që kom këndu një këngë shumë patriotike. Dishka, kosë turke i kom këndua, ku me di qka një këngë, po režimi e ka marrë që neve po në qëtë, ka rrethiku, publiku, a që fort, a gjuar turkiqet më dhaja, kam pa që po den me, do me thonë publiku ka shpëtu, largohen ata unë që atëre kom marrë, ta që dikush tëtë, ku keje, i ka, s'kom pas shka bëj, i ka dhe shpëtu hova, se me banajta dhe të fshinë, dhe thëtë, kemi shku në koncerte, kemi bon sakrificën tonë të madhe, edhe sot mos me patat përkraje na në emisionet televizive po flasë. Unë nuk e di, a keni gjenë në i kongë temen, unë kër nuk jam këtu. Do t'i po flasim kështu, hëqë pa të në thënë pa thera. Po flasim konkret. A keni dhonë në i kongë, që po flasë kështu direkt. Ne zakonisht nuk transmetojmë, sot vetëm për hatrin tuaj. Jo e kitë që. Emisionin nuk e kemi ti. Jo. Mandej shpesh të një, nuk vinë këngëtar, nuk vjen ki, ka di shka pse. Duhet me do emision, me ndo me elita. Elita e këngëtarve do të kenë këtë emision gjysë orë, një orë, të indru, se janë këngëtar që kanë dhonë, që kanë sakrifiku, për shtetë.